drejt për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Ritakohemi përsëri sot në këtë studio, natyrisht tema është autizmi në ditën botërore të tij. Tani në studio unë kam të ftuar specialistët të qendrës publike Harmonia, një qendër zhvillimore e ndërtuar nga Bashkia e Shkodrës, me mua në studio. Është zoti Shkëlqim Osmani, koordinatori kësaj qendre. Mirë se erdhët në studio. Edhe terapistja dhe psikologja Brunilda Tishi. Mirë se erdhët. Natyrisht të punosh në një qendër të tillë ka veçanësitë e veta. Si është për ju të punoni? Si që the dhe vetë, natyrisht që ka veçantitë e saja, ka sfida, por në fakt ka dhe satisfaksion shumë të madh. Sidomos ka satisfaksion sepse domethënë kjo kategori e fëmijëve me cilët ne punojmë kanë kaq shumë nevoja dhe ne mundohena me ju plotësu disa nevoja domethënë që janë më të nevojshme, më të domosdoshme për këta. Dhe çdo hap që ato bëjnë, domethënë çdo përmirësim që ato bëjnë, t'jep një satisfaksion që nuk mundesh me marrë askërkund tjetër. Për atë them që përveç sfidës përditshme që punu me ta që është një punë e madhe, satisfaksioni mandej është edhe më i madh. Sigurisht ka nevojë edhe për shumë dashni. Në fakt po më kujtohet një shprehje në Teresës që thotë nuk ka rëndësi se sa shumë angazhoheni të bëni diçka, por se sa shumë dashuri vendosni në të. Dhe është pikërisht kjo gjë e cilët jep satisfaksionin që tha një mënyrë edhe Shkëlqimi. Pra marrëdhënia me ta dhe empatia që krijon me fëmijët. Si u bë mundur një qendër e tillë, krijimi i një qendje të tillë, që është publike, është falas? Është falas, po është në vërtet. Edhe fillimet në fakt nisin që me krijimin e drejtorisë shërbimeve sociale në Bashkinë Shkodër, ishte një vizion i hershëm, që në vitin 2016 fillohet me ndërtimin e qendrave komunitare për familjen në secilën prej lagjeve të Shkodrës dhe në njësitë administrative. Janë njësi, këto janë qendra komunitare për familjen ku shkohet më afër qytetarëve për të ndihmuar ata për të marrë shërbime siç janë informimi, këshillimi, ndërmjetësimi për punësim. Dhe aktualisht domethënë në qytet ne kemi 5 qendra komunitare për familjen dhe kemi edhe 7 të tjera që janë në njësitë administrative. Te këto qendra ne ofrojmë shërbime që janë përgjithshme për gjithë qytetarët, por kanë edhe fokus të veçantë në disa raste ku punojmë edhe me fëmijët. Kjo është një qendër zhvillimore. Po, do të dal pastaj sepse kena qendrat që janë me tematikë përgjithshme për gjithë familjen dhe janë edhe qendra tjera se përveç qendrave që janë në secilën lagje dhe në disa njësi administrative që janë për të shkuar qytetarëve më afër për problematikat e tyre, ku ofrojmë shërbime siç isha të thënë për krejt familjen, për fëmijët, për trit dhe për tritën duke filluar me këshillim, me ndihma direkte, me ndërmjetësim për punësim, me ngritjen e kapaciteteve për bizneset e tyre, për fillimin e bizneseve tjera. Kena edhe qendra tjera që janë më specifike, siç janë qendra multifunksionale, që ka një specifik të veçantë dhe merret me komunitetin rom dhe egjiptian, siç është qendra rinore që ka në fokus rinin, ashtu është edhe qendra numër 6 që janë për ndërtesat e mbrojtura për të rinjt që dalin nga institucionet dhe nuk kanë mbështetje, ose për nënat e vetme që janë kryefamiljare dhe me fëmijë, që ju mundsohet aty në strehimi nga bashkia. Pra është një rrjet shërbimesh sociale. Është një rrjet shërbimesh sociale dhe në kuadër saj, pra që në 2006 ishte ajo dhe ishte ideja që ka një nevojë të shtume, është pa që ka një nevojë të shtume, është rrit diagnostikimi i këtyre fëmijëve, domethënë, dhe ka një nevojë të shtume për me u trajtuar këto fëmijë. Sigurisht që ka qendra që ofrojnë këto shërbime prej shumë vitesh, terapinë për fëmijët në spektrin e autizmit, por duke qenë se nevoja është e madhe dhe jo gjithë kanë mundësinë për me pagu, është pa arsyeshme që të ofrohet ky shërbim falas nga Bashkia Shkodër. Dhe ajo që ndodhi domethënë është që në vitin 2019 është hap një thirrje
nga UNDP-ja dhe Bashkia Shkodër në fakt ato ide që kishte e banit mujton aplikon për këtë thirrje dhe nis ndërtimi i kësaj qendre që sot për 3 muajsh, jemi në muajin e 4, është funksionale. Kjo qendër e keni titulluar Harmonia, apo jo? Po. Dhe ndodhet, ku ndodhet? Qendra ndodhet në lagjen Mark Lula, lagja numër 5, është në katin e 3 të shkollës Edi Durham. Sa fëmijë trajtohen pikërisht në këtë qendër që kanë nevoja të këtij spektri? Aktualisht kena 15 fëmijë, por sigurisht që nevoja është shumë e madhe dhe kena vizion që do të krijojmë kapacitete që të kena edhe të jepet më shumë mundësi fëmijëve të tjerë dhe familjeve të ardhë në ndihmë në këtë aspekt. Qendra është e hapur 5 ditë e javës, pra nga hëna në të premte. Ofrojmë terapi NABA, që është një ndër metodat e ndërhyrjes për fëmijët me çrregullim të spektrit të autizmit dhe ofrohet për 1 orë. Për 1 orë, pra fëmijët vinë 9 dhe rrinë deri në 10, të tjerë vinë pas kësaj ore, është një maraton ardhjesh këtu në studio, apo në qendër, apo qëndrojnë për Nuk është një qendër ditore, pra nuk është fëmia vjen në mamë dhe qëndron deri në 5 që është orari i qendrës Harmonia. Por vjen merr shërbimin e terapisë ABA që është për 1 orë dhe pastaj vijohet me fëmijët e tjerë. Sigurisht terapia ABA është specialisti, terapisti me fëmijë. Po, sigurisht. Të çfarë moshësh janë këto fëmijë? Atëherë, fëmijët aty domethënë i kena qenë moshën 3 deri në 11 vjeç aktualisht. Domethënë janë ato fëmijë me të cilët punojmë. E dim që ndoshta nevoja është me përfshi edhe mosha më të rriturna, po duke qenë se ne domethënë jena në fillimet e kësaj qendre dhe ka sfida plot, kena menduar domethënë që të punojmë me këtë moshë fillimisht. Edhe sigurisht që me vlerësimet e duna, me programet e duna, qojmë mundësin, edhe se që tha dhe Bernilda, ma vonë të rrisim kapacitetet, ambientet i kena të mjaftueshme, kena përderisa, domethënë është një shërbim që ofrohet falas nga Bashkia Shkodër, domethënë që vështirësia është që të rriten kapacitetet e terapistëve se na duhen më shumë terapistë. Po, këto fëmijë janë brenda qytetit të Shkodrës apo edhe rreth Shkodrës? Kena fëmijë që janë nga qyteti, nga fshatrat e qytetit Shkodrës, nga Malësia Madhe dhe edhe nga Bashkia Valdesi. Sepse, domethënë e shohim, ju thash edhe më përpara, ideja që ne japim këtë terapi falas është për me u ardhë ndihmë më tepër aty në familje. Nuk kena përjashtuar tjetër, por me u ardhë ndihmë më tepër aty në familje që nuk i kanë mundësi për me pagu, sepse kushton shumë. Të shkosh edhe të marrësh terapi, domethënë 5 ditë në javë, çdo muaj, Çdo fëmijë vjen çdo ditë në qendër? Në varësi të nevojave, po, fëmijët ka që vinë 5 ditë në javë, ka tjerë që vinë 3 ditë ose 4 ditë në javë sepse mund të bajnë logopedi dikun tjetër. Të çfarë nevojave janë këto fëmijë? Sigurisht janë të nevojave të ndryshme. Pra, ka fëmijë të cilët nuk janë verbal, ka fëmijë të cilët mund të kenë disa sjellje, pra ashpërsia simptomave të çrregullimit të spektrit autik janë shumë evidente, pra janë nga më të ndryshmet. Të pas parasysh që fëmijët me autizëm, mënyra se si e shprehin atë është pjesa e sjelljes dhe tek të mësuarit, ku vetë aty bëhet dhe ndërhyrja nëpërmjet terapisë ABA, sigurisht që ka një larmi. Cila është specifika e kësaj terapie? Terapia ABA, si që thoshtë më përpara, bazohet në shkencën e të mësuarit dhe në shkencën e sjelljes. Pra, ABA ndryshe analiza e sjelljes së aplikuar, analiza e sjelljes bëhet pikërisht që terapistin me ndihmu për me
ndërhy aty ku është e nevojshme tek sjellja që paraqet fëmia. Pra për me pas se cili është funksioni i sjelljes që fëmia paraqet, edhe tu palla se si ndikon ambienti tek sjellja e fëmisë. Njëkohësisht edhe pjesa e të mësuarit, sepse nëpërmjet terapisë ABA njëra nga ndërhyrjet është edhe tek pjesa e të mësuarit, pra të rrit aftësitë që fëmia ka, por edhe ato aftësi të cilat ka nevojë për zhvillim. Pra një mënyrë qëllimi është për me rrit ato sjellje të përshtatshme, të mira, të cilat e ndihmojnë fëmin për me kenë funksional dhe me mu gjatë për diqëmërisë të ti. Nga ana tjetër, të ullë ato sjellje që janë jo të mira, jo të përshtatshme, që ndërhyjnë tek procesi të mësuarit. Për një mënyrë që është edhe qëllimi, të bë këtë balancë. Pra keni diferencime natyrisht, por edhe nivele të ndryshme të shfaqjes së kësaj simptome. Sigurisht, simptomat domethënë një fëmijë me autizëm nuk është i njëjtë, nuk ka të njëjtat simptoma me një fëmijë tjetër. Siç ne jena neurotipik, por jena persona me zhvillim tipik, jena të ndryshëm nga njëri tjetri. E njëjta logjika është dhe me fëmijët me zhvillim jo tipik. Sepse edhe spektri i autizmit në fakt është shumë i gjanë. Siç e tha edhe Brunilda, fillonte ato fëmijë që janë krejt jo funksional dhe jo verbal, që nuk arrin domethënë edhe të artikulojnë. Po pra, jo verbal që nuk artikulojnë asnjë fjalë. Në fakt nuk munden më kujdesesh disa prej tyre domethënë as detyrat më minimale, siç mund të jetë vetë ushqyerje ose me u vesh vetë. Edhe ka disa tjerë që janë në fakt më funksional dhe që kanë nevojë me punu me socializimin, ma tepër ose me generalizimin aty në që mësohen qendër, me generalizu edhe me i përdor edhe në ambiente të ndryshme. Për atë, domethënë, në spektri autizmit realisht është shumë gjanë dhe puna që bënë për secilin për këtyre kanë keni strategji, programe të veçanta. Sigurisht, është e veçantë për secilin fëmijë në bazë të nevojave që çfarë specialistësh ka qendra? Atëherë qendra jonë ka specialistë që janë psikologë dhe mësues, po të cilët janë trajnuar dhe kanë marrë trajnimin pranë qendrës regionale të trajnimit të autizmit. Janë certifikuar. Janë të certifikuar, patjetër janë të certifikuar. Janë terapist pra ABA të certifikuar. Të gjithë stafi aty. Gjithashtu ne kemi edhe mbështetjen e tyre për vlerësimin, sepse ne nuk punojmë thjesht me fëmijë të cilët kanë marrë një diagnozë, po kanë bërë edhe një vlerësim. Dhe në bazë të atij vlerësimi, që është nga një ekip mjekësh, psikologësh, terapistësh, logopedistësh. Kush e bën këtë vlerësim, këtë diagnostikim? Atëherë ne kena pas një bashkëpunim të ngushtë dhe vazhdojmë të kemi një bashkëpunim të ngushtë me Qendrën Rajonale të Autizmit, që është në Fark në Tiranë, dhe ato na e kanë ofruar mundësinë e bashkëpunimit dhe ato bëjnë vlerësimin ku nga vlerësimi që bëhet për këto fëmijë, atëherë ato na japin, domethënë ne japin fëmijës programet e ndërhyrjes, që konsiston në programin që duhet përdorin terapisti, një program të cilin do të përdorin prindrit, familja dhe programin tjetër që do të përdorin në shkollë. Pra janë 3 programe që ndihmojnë në rritjen. Brunilde, si është të qëndrosh pikërisht në këtë shtrat me 3 këmbë për të ndërtuar një rrugë që të shtrojnë hapa në jetën e këtyre fëmijëve? Në fakt, kjo është edhe pjesa më e rëndësishme, sepse i takon njësoj si me kanë 3 aktorë të rëndësishëm tjetës të një personit, këtë rast është fëmija. Ku vetë edhe bashkëpunimi i terapistit me prindin, por edhe me edukatorin në rastin që fëmija është në kopsht, apo me mësusat në rastin që është fëmija në shkollë, normalisht është shumë e rëndësishme. Për faktin e programit, vetë programit që thash shkëlqimi, në mënyrë që i njëjti program të realizohet në 3 dimensionet ndryshme. Në fakt, për me përmend pak edhe pjesën e bashkëpunimit me prindin, ku në fakt prindi është njohësi më i mirë i fëmijës. Psikologu më i madh, njeriu më i afërt. Absolutisht. Është një lidhje shumë e veçantë, normalisht në të mirë të fëmijës, një bashkëpunim shumë i mirë mes terapistit edhe prindit, në mënyrë që prindi jo tonë prind
jotaren. E kanë shumë të nevojshme, po dyshim mbështetjen e terapistit dhe psikologëve dhe një mënyrë të i ndihmuar me ditë mu njoft sa më shumë me autizmin edhe me simptomat e autizmit, por të njoft edhe me ndërhyrjen që mund të realizojnë në ambientet e shtëpisë. Në këtë formë ne kena në qendrën Harmonia kena dhe një sallë që është salla e vëzhgimit, ku prindi ka mundësin për me pa momente që terapisti ndërhyn në sjellje, pra një sjellje të papërshtatshme që e pengon fëmijën në funksionimin e trajnimit për prindin. Patjetër, është shumë e nevojshme për të mirën e fëmijës sigurisht, duke pa edhe se si terapisti e përforcon dhe nxit për mësimin e aftësive të reja. Pra, një mënyrë shife që marrëdhënia domosdoshmërisht duhet jetë, por është dhe shumë e mirë në ndihmë të fëmijës. Çfarë ndodh në të vërtetë? A keni, besoj se po, gjithsesi të mësosh fëmijën, por të mësosh dhe prindin. A shkon gjithmonë në një përpjesëtim të drejtë ky problem? Atëherë, domethënë, ajo që ndodh gjatë kohës që prind zakonisht domethënë vinë, sjellin fëmijën dhe qëndrojnë aty te salla e pritjes derisa të mbarojnë terapia. Seanca. Derisa të mbarojnë seanca dhe atëherë terapistët pasi kanë kryer domethënë seancën me fëmijën, kanë një kohë saktuar që bisedojnë çdo ditë me to, që tregojnë domethënë se çka ka ndodhur në seancë dhe çka pritet domethënë çka pritet prej prindit për me vazhdu. Për atë është e rëndësishme ky bashkëpunimi dhe kjo dia për 3 programet që përdoren në shkollë. Dhe bashkëpunimi domethënë në fakt është me prindin shumë i rëndësishëm, po është edhe me aktorët e tjerë domethënë që janë edhe mësuesat specialistë në shtete. Mësuesat ku këto fëmijë mësojnë? Atëherë, ne në kuadër domethënë ku kena nis kena bë disa takime, ku kena përfshi jo vetëm prind, se takimet e kena bë në qendra komunitare, kena bë në qendrat shëndetësore, kena bë njësitë administrative, kena bë në kopshten qerdhe dhe sigurisht domethënë fokusi ka kanë prind, por edhe mësuesit, edhe mësuesit dhe psikologët e shkollave. Sepse nëpërmjet edhe psikologëve të shkollave ne arrim të mësuesit dhe kuptojmë se si punohet atje. Dhe në rastet për shembull të veçanta ka disa fëmijë që nuk e kanë marrë ende atë vlerësimin dhe ne orientojmë që të marrin këtë vlerësim dhe të bëhet programe dhe të bashkëpunohet mes psikologut shkollës, terapistit edhe prindve. Dhe qendra Harmonia si mirëpret këto fëmijë, qoftë edhe në pajisje, qoftë edhe në atë veshjen që nganjëherë quhet e jashtme, po ndikon shumë së brendshmi. Është thjesht klasë, dhomë, një karrige përballë në mes një tavolinë, apo është e veshur edhe me shumë ngjyra të tjera? Në varësi në fakt salla, dhoma ku bëhet terapia, në varësi të fëmijës autik, të fëmijës që po merr terapi, në disa raste ngjyrat duhet jenë neutrale, po se sa ka mend kjo dhomë domethënë është e rëndësishme në varësi të programit, sepse në disa raste disa domethënë tërheqin vëmendjen dhe nuk të lanë për me punu dhe duhet punosh ndoshta vetëm atë që jetë programi. Ndërsa kena pjesë tjera domethënë, aty që është salla e pritjes, ka lojra, për lojrat është pjesë tjetër që nuk është pjesë e terapisë, është terapia e lojës, që është palestra, më vonë që fëmijët mund të kalojnë një kohë aty, por jo të pjesa e terapisë, sepse pjesa e terapisë është specifikisht është komunikim dhe është në varësi të programit, që punon dhe nuk mund të ketë shumë ndërhyrje. Mendoni që përveç këtyre orareve një orëshe, që fëmija merr si thuash terapinë e ditës, të ketë edhe orare të tjera të gjithë përfshirjes me të tjerë fëmijë? Sigurisht që e kena menduar një gjë të tillë dhe këtë gjë realizojmë nëpërmjet terapisë lojës që përmendni edhe shkëlqimi.
Pra në palestër ne nuk e shohim vetëm si një moment arktimit për fëmin, por njëkohësisht edhe të përgjithsoj ato aftësi të cilat po punon fëmia. Pra një mënyrë të ndërthuar pjesën e arktimit nëpërmjet lojës, por nga ana tjetër të kanë sa mos zbavitse, por në mënyrë funksionale, pra në mënyrë që të mësoj. Pastaj në varësitë e syrisë së tyre, siç thash, ne punojmë edhe me prind, po do të punojmë me fëmijët aktualisht, ne punojmë në mënyrë individuale. Por me vonë është planifikuar që të punohet dhe bëhet edhe terapi në grup, që këto fëmijë, këto aftësi të cilat i mësojnë me terapistin, të përgjithsojnë edhe në ambiente tjera. Me qenë se keni disa kohë, 3-4 muaj që funksiononi, si e shihni ecurinë e këtyre fëmijëve? Ecuria, dhe më thonë, të fëmijët që janë në spektrin e autizmit, është në varësi të diagnozës dhe të ashpërsisë së simptomave, dhe shumë diferenciale. Por, dhe më thonë, shihet qartë edhe nga prindët dhe nga ato që ka fëmijë që realisht kanë esë. Në disa raste, dhe më thonë, të jashtëzakonisht i kënaqur që fëmia ka thonë disa fjalë se ka kanë krejt jo verbal, ka thonë 2 ose 3 fjalë, dhe kënaqësia e shoh edhe te terapistët, dhe secili prej terapistëve është sikur ai prindi që kënaqet për fëmijën e vet që e thet normalisht fjalën e parë. Kurse aty ke një fëmijë 5-6 vjeç që ka kanë jo verbal, që s'ka komunikuar asnjëherë me tinguj, dhe që thot 2-3 fjalë. Kurse në disa raste tjera ke fëmijë që janë në ndërtimin e fjalisë, që janë shumë ma përpara, shumë të avancuar, për atë flas nuk mund të në hyrje të bisedës, shkëlqimi përmendi ato hapa që e bëjnë ditën dhe punën tuaj të bukur dhe të kënaqur. Brunild, a mund t'i drejtoheni një rasti ku jeni ndjerë vërtet të kënaqur me empatin që natyrisht një terapiste duhet të ketë, për hapat ndoshta jo shumë të mëdhenj, të vegjël, por që kanë arritur të jenë të qëndrueshëm në jetën e një fëmije, në ecurinë e një fëmije të tillë. E kuptoj. Në fakt, hapat, siç u përmella më përpara, hapat janë të vegjël, janë me hapat vegjël për faktin sepse vështirësitë janë të dukshme. Vështirësitë janë të dukshme. Por nga ana tjetër është ajo empatia që krijon me fëmijën dhe shpeshherë gjen veten terapi që në një moment caktuar realizon diçka që një realizim konkret, por që ti po punon në realizimin e atij elementit me fëmijën dhe thjesht metesh, normalisht përfshihesh shumë emocionalisht dhe gëzohesh me arritjen e fëmijës. Por janë nga ma të ndryshme. Mendoni se pikërisht këto hapa që ju keni nisur, kanë një ecuri dhe keni ju pikë synime të tjera për të realizuar dhe zgjeruar pikërisht këtë qendër dhe shërbimet aty? Ndalem pak edhe te pjesa tjetër për vlerësimin për hapa, domethënë vlerësimi në terapin ABA, domethënë vlerësimin bëhet në fillim ku merren edhe programet dhe në varësi të ecurisë, bëhet edhe një rivlerësim çdo 3 muaj, që do të thotë domethënë që a është ecë mirë mjaftueshëm, a do të ndryshohet diçka për ta përmirësuar këtë gjë, kurse në lidhje me kapacitetet që thash, ambientet janë të mjaftueshme dhe janë shumë të bukura, dhe janë shumë të mira, sepse është një shkollë që janë ndërtuar vitet e fundit dhe komplet gati 3 është në dispozicion të qendrës Harmonia. Sfidë do të jetë, domethënë, që rritja kapaciteteve për të marrë më tepër fëmijë, sepse edhe tash kena shumë kërkesa, që shumica me që fëmijët në fakt domethënë disa prej tyre shkojnë në shkollë në kopsht, gjithë kërkojnë me ardhmë masdite për me bërë terapin, po fakti që kena një numër të kufizuar të stafit është sfidë, po është edhe plan që besoj që do të zgjerimi i tij, domethënë që kena më tepër staf të mirë trajnuar sigurisht. Duke u qëndruar pikërisht në këtë ditë, por edhe përgjatë gjithë muajit, që është i shpallur muaji i autizmit, por dita botërore e autizmit, natyrisht dhe duam të japim mesazhin ton, qoftë edhe nëpërmjet këtyre bisedave sqaruese dhe punës që u bëni çdo ditë dhe kontaktit që keni të përhershëm në ecurinë e këtyre fëmijëve, që ata të jenë të mirë trajtuar, të pranuar, që me ta të merren strategji të zhvillimit të ecjes në mënyrë që ata një ditë
të bëhen të zotët e vetës. Sigurisht. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që erdhët në studio, por edhe që shpaloset këta hapa me ndjeshmërinë e zemrës të ndërmarrë në qendrën tuaj me këto fëmijë të cilët kanë shumë nevoja. Ju uroj suksese. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit për pjesë.